Prania qenëve ndatak në rrugët e fshatit Krushe Vogël të komunës së Prizrenit është bërë e zakonshme duke pasur sulme të shpeshta. Fëmijët e këtij fshati çdo mëngjes përballen me qenë të ndacak rrugës për të shkuar në shkollë, pa i përjashtuar edhe të rriturit. E i shqetësuar nga numri i qenëve ndacak në rrugë, u shpreh banori i fshatit Krushe Vogël, Xhafer Muharremi, të cilit qenë ndacak ja kanë ngrënë 40 pula brenda shtëpisë së tij. Ndryshe ai i shqetësuar u shpreh se qenët në këtë fshat vijnë edhe nga fshatrat përreth. Halli më i theksuar është kemi shumë qenë ndacak këtu, nuk edhe këpuc para shtëpisë nuk guxoj milion se i marrin, se ata s'kan faj se s'kan ku me hongër, edhe pula s'po na lën fshat as jo. Kom pas 34 copa pula, me 5 pula kam e qymesi. Tu i hongër janë venet parrethune se katon, duhet me ekzistua i shymi në përbari në për këto ato hulumtojnë edhe kështu që po pësojnë ma keq për qenëve. Në tërë Kosovën ka të lashe, po këtu në Krushet Vogël u konë qerdhja qenëve, edhe këtu dikujna kur s'pivyn qenë, pe binë këtu gjëja që qerdha, me arra qerdha shështë të punua qenëve, mos të rrimorja. Nuk është të punua, edhe përsa ato i lëshojnë qenë, se nuk janë të fshatit tonë ata, po të njëta s'kanë ku me shkua, pa tjetër dhe çka dhe të hanë. Muharremi nëpërmjet kësaj interviste ka apeluar tek institucionet përkatëse që të ndërmerret një vendim sa i përket strehimit dhe trajtimit të qenëve jo vetëm në këtë fshat, por në tërë Kosovën. Që sa vite nuk është në funksion strehimorja e qenëve ndacak në këtë fshat? Vallai ka për 6-7 vite ka që nuk funksionon, mos ma shumë. Cilët ishin faktorët që u mbylla? Dini ndonjë informacion? Po, informacion ka marrë komuna me tender. Me të nderë përfiton tjetër kush që s'ka kur gjan, e kanë marrë tjetër kush ata të Ruqit që në konë Dushanova atje që kanë pas firmat e gjanve. Ata kanë fitu të nderin, këtë qerdhen e kanë marrë tu me qera, edhe ma kesh, veç i grumbullojshin qatë, i vaksionojshin, edhe i lëshojshin, në bëshin të lashe ma shumë. Ata do të me funksionua që ka ta merë qanin, me rrit aty, me kujdes për ta, edhe mos milon rrugëve, se dhe ata kanë shpirt. Se për ndryshën a kemi mujtë me eliminua dhe vetë, po nuk është zgjidhja jo me eliminimi qenëve. Apeli është më ndërmor masa se po ka edhe fëmija po tutën me shku në shkollë, çdo mëngjes duhet me përcjellje, se ai hund qeni, turët, fëmija dhe friksohen, veç më rëzuën mjafton se lemo mu ka fshu për qenëve. Edhe si po njet në përmjet të informimit çdo kun që po ka pasoja për tyne. Edhe si të morë masa kërkush. Ndryshe, brenda fshatit Krushe Vogël më parë ka funksionuar strehimorja për strehimin e qenëve ndacak, por që për disa faktorë të ndryshëm, kjo strehimore tash në një kohë të gjatë është jashtë funksionit.